e kuptova, jam I qartë. Pra është që duhet të merret me SMIP-in, duhet të merret me projektin, duhet të merret me anën, sepse ne vdesim për fasadë. Ne s'ka rëndësi, ne duam vitrina, pastaj se çfarë kalbësirash ka magazina, s'ta intereson fare neve. Ne jemi të vetmi që bëjmë shkolla me 1 miliard lekë, sikur I bëjmë me Gur Swarovski, po brenda shkolla Arcok. Nuk ka as laborator, shkolla nuk ka as mjet e pune për mësuesin, sepse mësuesi nuk është çështja e pagës, që është kryesorja. Dhe unë abitem se si asnjë televizion, asnjë shoqat, asnjë njeri nuk e ngriti zërin për një çështje që unë do ta quaja skandaloze dhe dramatike, sepse këtu fillon, se çështja e autoritetit kjo. Është sa e do ti mësuesin dhe pedagogu. Sa autoritetin unë ja jap vetes. Me profesionalizëm, unë dhe kolegja time kemi profesionalizëm, kemi arritjet tona etj. Po s'po hym këtu se s'është çështje vetjake. Po si s'foli njeri që këtu u bën një VKM, ju rrit paga edhe po e theksoj personelit të së burgjeve, do të thënë sanitarëve dhe hidrauliku, po jo mësuesit dhe pedagogët. A u indeksua inflacioni, për ne mësuesit dhe pedagogët s'ka inflacion, ne jemi rahat. Nuk ne marrim shumë lekë dhe s'kemi nevojë. Pse do kesh autoritet ti kur ti s'ta jep autoritetin? Qeveria, as arsimit. Absolutisht jo. E dini ju me çfarë po merret të Ministri I Arsimit? Me një çështje shumë të madhe. Shumë madhe. Ka bërë strukturën. Tani merret me strukturën. Ore do merrem në arsimin do merremi me mësuesin, do merremi me nxënësin, do merremi me prindrit, do vëmë ne që të vëmë një rregull që prindi I cili abandonon apo më shqip e përjashton fëmijën apo përgjegjësitë e veta dhe të fëmijës nga shkolla, do vëmë një ditë rregull që ja marrin fëmijën dhe penalizojnë dhe prindin, sepse ai fëmijë që ka vrarë nëpër shkolla, unë do të isha I mendimit që ai fëmija të tënojë 5 vjet dhe 20 prindi. 20 prindi dhe 5 vjet fëmija. Sepse po shkatrojnë gjithë shoqërinë, po këtë punë kemi neve. Së shef njeri. Si? Po si mund t'jesh mësues ti dhe të ngresh krahë, thot nuk e ti ta unë që këta uzun. Si se dje, ti dje që uzun. E tha kolegi, ata uzun në banjë. E pan, mësuesit. Se ne kemi 100 alka në për shkollë që nuk veprojnë. Koordinatori I cilësisë, për çfarë për koordinatori I cilësisë? E paguajmë neve koordinatorin E cilësisë. U vuqe të ketë 12 Po psikologu, Zoti Mehmeti, po psikologu, çfarë roli luan psikologu? Po lere po psikologu oficer, po ku ke psikologu? Ku jam psikologu? Psikologët janë ata që janë. Dhe shkojnë në 3 shkolla të shkretër. Po pse ti bën fjalë natyrën? Po ata që janë se bëjnë punën, e kanë një pjesë e kanë për çështje page, një pjesë e kanë të pamundur të bëjnë punën, sepse ata s'kan një zyrë. Ata s'kan një zyrë. Dhe zyra e psikologut nuk është një zyrë e thjeshtë. Është një zyrë që ka ca parametra, që do të thotë, është një zyrë që ka grila, që mbyllet, që krijohet një mjedis në cilën çdo gjë është konfidenciale, etj. Sa të trajnuar I ke psikologët ti? A mund të më thuash, mund të më bësh një trajnim? E tha kolegja time, në 10 vjeçarin e fundit, ti ke bërë reforma. Cilat reforma? Të gjitha kanë qenë anti-reforma. Të gjitha kanë pasur vetëm një plan. Që kam thënë dhe përsëris që tani. Dhe plani jo, ta përmend këtë sepse e kam shumë merak. Një fjali është. Plani është si të dearsimojmë shqiptarët. Dhe ja dolën. E ka realizuar në mënyrën më të përkryer. Dearsimimin e shqiptarëve. 1001 probleme ka sistemi arsimor, Zoti Mehmeti, dhe do duhet një hapësirë gjatë televizive për të folur, por unë do dua pak opinionin tuaj edhe për ngjarjen tjetër që unë anonçova në nisje, sepse dua ta diskutojmë përpara se ta mbyllim emisionin. Një mësues I cili pushohet nga puna pasi predikonte Jehovajin gjatë orëve të mësimit. Sa rrezikshme është përfshirja e mesazheve fetare në procesin mësimor? Shumë. Edukimi për fenë është tjetër gjë. Përfshirja e mesazheve fetare është një tjetër gjë. Tani nëse flasim dhe mund të hapim një diskutim, për edukimin fetar është gjë tjetër. Pra që nxënësit të mësojnë se cilat janë
fet, çfarë kanë në thelbin e tyre, që është mirësia, që është dashuria, që është dëmshuria, që është vllazërini, socializimi me njëri tjetrin, që t'i japësh dorën atij që është në nevojë, të ndihmosh të vobektin, të ndihmosh të pamundurin, si kanë ardhur këto fe. Çfarë vendi kanë këto është tjetër gjë. Por ama të shkoj unë, apo kolegja, dhe të flasi atje për Islamin apo për Jezusin, kjo është e pafashme. E para njëse është ndaluar me ligj, dhe nuk pushohet nga puna, i duhet të shkojë për mjekët e natë. Në ligj thotë që shkolla është laike. I mirë i keq ligji ky është. Dhe ne zbatojmë. Dhe për mua është ligj i mirë. Shumë i mirë në thelbin e vet. Shkolla nuk mund të bësh as propagandë politike as fetare. Ne të dyja i bëjmë. Edhe propagandë politike dhe fetare. Se s'është pushuar në njëri për propagandë politike.